Pas 7 vitesh nga ekzekutimi mafioz i efektivit policisë Arben Bilali, gjykata e apelit ka vendosur të rikthejë për hetim dosjen e bujshme të vrasjes së ndodhur në zonën e Selitës në Tiranë. Vendimi i apelit urdhëron prokurorin të vijojë hetimet ndaj shtetasit Gjergj Çukali, i cili dyshohet për përfshirje të atentatit të ndodhur në 30 janar të vitit 2019, ku Arben Bilali u qellua për vdekje me breshëri armësh zjarri pranë banesës së tij. Sipas dosjes hetimore, ish polici po hynte në banesë në momentin kur autorët e sulmit e qelluan me armë automatike, duke i shkaktuar vdekje në vend. Ngjarja tronditi opinionin publik për shkak të mënyrës së organizuar të atentatit dhe profilit të viktimës. Gjykata e apelit ka kërkuar vazhdimin e hetimeve ndaj Gjergj Çukalit për veprën penale të vrasjes me paramendim dhe prodhim dhe mbajtje pa leje armëve luftarake, duke rrëzuar në këtë mënyrë vendimin e mëparshëm për pushimin e çështjes së ndaj tij. Gjergj Çukali u arrestua në maj të vitit 2019, rreth 4 muaj pas ekzekutimit të Arben Bilalit si një nga personat e dyshuar për përfshirje të atentatit. Megjithatë, vetëm 3 muaj pas arrestimit ai u lirua, ndërsa gjykata e Tiranës vendosi pushimin e hetimeve ndaj tij për mungesë provash të mjaftueshme. Hetuesit kanë arritur në gjurmët e Çukalit pas sekuestrimit të automjetit tip Mercedes-Benz, i cili dyshohet se ishte përdorur nga autorët gjatë atentatit ndaj ish efektivit policisë. Gjergj Çukali është një emër i njohur për drejtsinë shqiptare dhe ka precedent mëparshëm penal. Ai është dënuar ndër vite për trafik droge, rrëmbim personi dhe shkelje të masave të sigurisë. Një nga ngjarjet më të njohura ku emri i tij u përfshi ishte pengmarrja e shtetasit Fation Demirlika në vitin 2004, ngjarje që sipas hetimeve lidhet me një konflikt për shumën prej 100.000 eurosh. Për këtë çështje, gjykata e krimeve të rënda e dënoi Çukalin në nëntor të vitit 2016 për akuzën e heqjes së palishme të lirisë. Ai është arrestuar gjithashtu dhe në prill të vitit 2018 pasi kishte shkelur masën e sigurisë arrest shtëpie.